Sikur kam një sprasi këtu në Kranor. Do të mërzitem deri në pranverë pa çamarrokët e mi. Ndrek Prela, artisti i merituar, një nga themeluesit e teatrit Migjeni, ku u bë i njohur me rolet e tij të suksesshme, si në teatr ashtu dhe në kinematografi. Sot në 105 vjetorin e tij të lindjes, e kujtojnë me mall dhe nostalgji miqtë e tij. I shquari dhe i paharuri Ndrek Prela është dhe mbetet një nga modelet e rralla të këtij teatri, e kthyrte personazhin deri në indet më të vogla të jetës së tij, të veprimeve e me radhë. Ai i dorëzonte personazhit shpirtin e tij. Ndreka kishte një logjik të fortë në interpretim. Ndreka ishte i sinqert kur interpretonte. Ai dinte të komunikonte me spektatorin, prandaj spektatori e deshti dhe e dorëtrokiti gjatë gjithë karrierës së tij. Ndrek Prela, sa kujtime më lidhin me te. Të gjithë ne e adhuronim dhe e respektonim Ndrekën. Ndrek Prela ka interpretuar 10 role të rëndësishme në kinematografi, ku me rolin e gjyshit në filmin Komisari i Dritës ka spikatur figura e tij. Mos tot! Mos e tot na vajsen! Ai u vlerësua me titullin artist i merituar, më pas me titullin Krenaria e Qytetit dhe në vitin 2019 me titullin Kalorsi i Urdhrit të Skënderbeut. Ndrek Prela u nda nga jeta më 14 tetor të vitit 2011, duke lënë pas një arkiv të pasur rolesh. Ai do të mbetet për ne gjyshi më i dashur për të gjithë shkodranët.